po vinë, po qëndrojnë në sallë pa marrë pjesë fare në votim, për çfarë do forme të votimit që ata konsiderojnë që duhet ta bëjnë. Deputetët e televizjes vetëvendosje, përfshi këtu edhe disa deputetë të pakicave, janë vazhdimisht aty duke ngritur dorën për të votuar, sepse jemi të interesuar ta përfundojmë këtë proces dhe të ecim me proceset e tjera të radhës që presin. Kështu që mendoj duhet të presim prej partive opozitare apo ndryshojnë qëndrimin apo jo, sepse janë ata që kanë bllokuar në vazhdimsi konstituimin e kuvendit, dhe nëse ata kanë reflektuar dhe do ndryshojnë qëndrim sot, atëherë kuvendi besoj që do të konstituohet. A parashit kthimin e votim të hapur tashmë në qenë se kemi filluar që disa herë me votimin e fshatë? Ne jemi tash në procedurën e formimit të komisionit ad hoc që e mundëson procedurën e votimit me votë fshet. Kemi ngel tek kjo çështje, pa u zgjidh kjo, nuk mund të kthehemi tek një procedurë tjetër e votimit, dhe nuk e di pse është problematike kjo madje për deputetë e opozitës që të procedojnë me votim të fshet, ndoshta edhe pse po frikohen që dikush prej deputetëve edhe mund fshetazi të votoj pro deputetes Albulina Haxhiu që është propozuar si kandidate e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të kuvendit, por megjithatë jemi në këtë pikë dhe pa pasur lëvizjen në këtë pikë, nuk mund ecim përpara. Shumë thjesht ata dhe mund ta errëzojnë këtë procedurë, por thjesht e kemi parë që as nuk po duan ta vazhdojmë tutje, as nuk po duan ta errëzojmë dhe të ecim me një formë tjetër të votimit, sepse kanë për interes me mbajt bllokuar kuvendin. Secila prej tyre e kanë ma shumë se gjysmën e lëvizjes vetëvendosje në mangu të deputetëve, kështu që ata vazhdojnë me qenë edhe sot opozit përderisa nuk e kemi një përbërje të re të kuvendit, një legjislaturë të re, një qeveri të re që jep të qartë mazhorancën dhe partitë e opozitës. Atëherë pse është dashur me hyjë me një palë zgjedhje dhe me pa kush po dal fituesi. Me thonë është e drejtë ekskluzive e fituesit të zgjedhjeve të nënshkurtin këtë rast vetëvendosjes me propozu kandidatin për kryetar të kuvendit, edhe shumë e thjeshtë ne nuk mundemi me propozu kandidat që ju pëlqen PDK-s e LDK-s që kanë dalë të dytët e të tretët me radhë prej këtyre palë zgjedhjeve, sepse propozojmë atë që ne konsiderojmë që është figura e dur për qenë në krye të kuvendit. Edhe nuk mund të hyjmë në këto lloj diskutimesh e matematikash të propozimeve apo i pëlqen apo jo partive të tjera opozitare, sepse pastaj edhe neve mund të mos na pëlqejnë kandidatët e tyre për nënkryetar, por megjithatë do t'i respektojmë si tillë sepse janë propozime të subjekteve të veta politike. Por që është çështje që nuk diskutohet absolutisht dhe besoni që nuk është problemi tek Albulina Haxhiu,